Atëherë i ftoj për miratim, kush është për. Jo ligjor dhe kundërkushtetues e ka vlerësuar kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Rexhepi vendimin e djeshëm të qeverisë për emërimin e përbërjes së re të komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës. Përmes një reagimi të martën, Rexhepi, që ishte kryetari i komisionit të deritashëm, vlerëson se emërimi i përbërjes së re pa i kaluar mandati i komisionit paraprak është ndërhyrje në punën e institucioneve të pavarura. Ai ka thënë për emisionin 5 në televizionin Dukagjini se shkarkimi ka ndodhur pasi antarët e komisionit, sipas tij, nuk kanë pranuar ndërhyrje nga jashtë në vlerësimin e kandidatëve. Me vetë faktin që ka dështuar ndryshimi i akteve ligjore ashtu siç është propozuar fillimisht prej Ministrisë së Drejtësisë, ata edhe nuk i kanë miratuar fare këtë ligj, sepse qëllimi ka qenë që me ato akte ligjore në kundërshtim me dispozitat ligjore të krijohen kushte që komisioni të ketë një rol formal realisht të kalimit të kandidatëve dhe jo të vlerësimit tyre. Tendencat për ndërhyrje, sipas Rexhepit, kanë qenë të vazhdueshme. Po dhe vetë tendenca për të ndryshuar aktet ligjore është ndërhyrje, edhe akti i shkarkimit është ndërhyrje, do të thotë krejt këtu e bojnë Ministrin e Drejtësisë të pas ndërhyrje të vazhdueshme ndaj komisionit. Vendimin qeveria e arsyetoi me pretendimin për mungesë transparence, si dhe me nevojën për adresimin e një numri të madh të ankesave që Ministria e Drejtësisë thotë se ka pranuar gjatë mandatit të komisionit. Këto pretendime Rexhepi i ka vlerësuar si të pavërteta, ndërsa ka thënë se Ministria e Drejtësisë ka dështuar të përmbushë obligimet e saj ligjore për organizimin e provimit. Për këtë reagim të Rexhepit, televizioni Dukagjini ka kërkuar një qëndrim nga zyra e kryeministrit dhe Ministria e Drejtësisë, por deri në publikimin e kronikës nuk ka pranuar përgjigje. Si jo të lehtëshëm, këtë vendim e vlerëson edhe juristi Ardian Bajraktari, i cili në të kaluarën ka qenë sekretar i Ministrisë së Drejtësisë. Vlerësoj që është një vendim i natyrës arbitrare, për faktin se para që kosa është në mandat një komision, ndërprerja e parakoshme e tij pa rrethana të justifikueshme ligjore është vendim i natyrës arbitrare. Mirë po, duhet me pas parasysh faktin që Ministria e Drejtësisë është përgjegjëse për organizimin e provimit të jurisprudencës e organizimi i tij ka kohë që nuk është duke ndodhur. Vlerësim të njëjtë për ligjshmërinë e vendimit ka dhënë edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili i ka bërë thirrje kuvendit që mos ta miratojë atë, me arsyetimin se ai është marrë pa bazë ligjore dhe se cënon pavarësinë e komisionit.